Lufta kundër krimit të organizuar ka detyruar policët grek të mësojnë shqip. Lajmi publikohet prej Ministrisë greke të mbrojtjes së qytetarit, e cila certifikoi 20 policët e parë me diplomën e gjuhës shqipe. Agjentët tashmë janë njohës mjaft të mirë të gjuhës tonë. Seminaret u zhvilluan në Akademinë e Policisë së Athinës dhe atë të Verjes në Greqinë Veriore. Drejtori i stërvitjes në Akademinë e Policisë greke, Konstantinos Kondelas, tha se tashmë policisi duhet të përshtatet me kohën. Agjentët e saj duhet të jenë njohës të mirë të gjuhës, zakoneve dhe mentalitetit të vendeve, prej nga ku ka flukse migrantësh dhe për fat të keq edhe një numër kriminalësh. Agjentët tashmë të diplomuar të gjuhës shqipe do të shërbejnë në porte, aeroporte dhe rajone në të cilat ka flukse migrantësh. Ata do të asistojnë në intervista, hetime dhe menaxhimin e situatave operative të ndryshme. Deri tani policia greke asistoi prej përkthyesve të jashtëm, ndërkohë që kushtetuta e vendit e ndalonte punësimin në forcat armatosura të vendit të emigrantëve që jetojnë këtu. Konsistoja vetmja rrugë ishte që agjentët tanë të certifikohen dhe trajnohen në kurse të posaçme të gjuhëve të vendeve fqinje, u shpreh Kondelas. Ai u shpreh i kënaqur prej bashkëpunimit që pati me homologët e tij shqiptar në programin e mësimit të gjuhës shqipe. Një program i ngjashëm ka filluar edhe për gjuhët arabisht dhe turqisht.